Në lidhje direkte jemi me Edmond Murra, i cili do flasim pak për botën e iluzionit, eksperiencat dhe historitë që kanë zgjedhur me shumë kurreshje te publiku. Edmond, përshëndetje dhe mirë se erdha. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë unë dua ta nisi pikërisht me pyetjen që të gjithë kanë një pikë pyetje dhe nuk e dinë. Kush është Edmond Murra? Atëherë, unë jam nga Llakatuni i Vlorës, por i rritur në Tiranë. Aty bëra 8 vjeçaren, shkollën e mesme, liceun artistik për degën e pikturës dhe më pas kalova në Akademinë e Arteve për degën e kulturës. Por në shkollën e mesme në vitin e dytë, unë bëja numra specie me që isha dhe konviktor në liceu artistik të Rruga Elbasanit, bëja numra specie në mbrëmjet e dëfrimit në shkollë. Dhe shpeshher veja më aktivizonte dhe Kosta Kamberi me estradën e Tiranës në 84, 85, 86 si i ftuar. Ndërkohë, për herë të parë unë dola në televizionin shqiptar, në vitin e dytë në liceu artistik, në shkollën e mesme, ishte emisioni Takim me talent të rinj. Me që televizioni ishte ngjitur me liceun artistik, veja shpeshherë që atëherë. Kështu që filloi jeta, unë isha nxënës për degën e pikturës në liceu artistik. E mbarova 4 vjeçaren, mora diplomën, por ndërkohë unë aktivizohesha me estradën e Tiranës si dhe me televizionin. Edhe kur kalova në shkollën e lartë, në Akademinë e Arteve, përsëri unë merja pjesë pra me estradën e Tiranës. Kështu që u hapën kufit, pastaj kalova në Athinë. Aty jetova 28 vite, okej. Kam një gamë të gjerë, në 28 vite kam bërë 1400 shfaqje, statistikisht në Athinë dhe në gjithë Greqinë, në ishull e Greqisë. Duke bërë më tepër children party, pra veja në shtëpitë e familjeve greke, me rastin e ditëlindjes së fëmijëve, unë bëja një orë program Magic Show. Kështu që të premte të shtunë të diel, javë për javë, muaj për muaj, me vite të tëra, unë kisha zyrën time në Athinë, pra aktivitetin tim. Bëja shfaqje, jepja shfaqje edhe në televizion, Mega Antena Star, shpeshherë bënim shfaqje, jepja shfaqje edhe në diskoklab, në teatr, kudo, po kryesisht edhe për vitin e ri, sa herë që vinin artistë dhe këngëtarë të njohur nga Shqipëria dhe bënin koncert në Athinë, unë isha i ftuar, gjithmonë, ishte kënaqësi. Ndërkohë nuk i humbisja kontaktet edhe me televizionin shqiptare, vija shpeshherë në Tiranë për spektakle të ndryshme, merja pjesë flas. Tani unë kam 6 vjet që ika nga Greqia dhe kalova në Angli për një jetë më të mirë. Vajta në dhjetor të 18-s. Në 19 u fut Covid-19, që i themi neve. Kështu që aty ngela në Angli, në fillim fare si çike vështirë dhe sa mora veten. Jetova 6 vjet në Angli, po nga Anglia kam 1 vit që kam ikur, u ktheva përsëri pra këtu në Greqi. E kujton numrin e parë para publikut? Urdhëro? E kujton numrin e parë para publikut dhe si u prit nga publiku? Më the më parë që ke bërë 1400 shfaqje, e mban mend shfaqjen e parë? Në Shqipëri apo në Greqi? Kur ke bërë shfaqjen e parë, në Shqipëri apo në Greqi? Në Shqipëri. E mban mend si u prit nga publiku? Po, e mbaj shumë, e mbaj mirë. Shiko atëherë. Okej, unë bëja shpeshherë shfaqje aty në liceun artistik, pra një herë në muaj kur bëheshin mbrëmje dëfrimi, të gjithë e dinin që Edmondi do bënte numra specie. Në 7-8 marsin unë futesha kur bëni festën mësuesit, me rastin e 7-8 marsit brenda në shkollë, pa lejen e mësuesve unë futesha brenda në sallën e madhe të mësuesve, edhe bëja numra specie. Bile mbaj mend zonjën Sabiha Bekteshi, e cila ishte gruaja e Besnik Bekteshit. Besnik Bekteshi ishte në byron politike të atërshme. Edhe më thoshe, mirë moj qyq që së mëson, po këto numrat si bën, e baj mos tani. Por aty e fillova, në liceun artistik, aty, bëja shfaqje shpeshherë, pastaj mësuesët më thanë mua, profesori Klement Zoraqi, që ishte profesori im i pikturës, më thoshe Edmond, lere pikturën edhe ik në cik të Tiranës, ik në estradën e Tiranës, se aty e ke vendin. Kështu që mua më aktivizonte Kosta Kamberi, po ishin vitet më të bukura të karrierës time artistike.
Unë isha mes artistëve dhe këngëtarëve më të shuar të Shqipërisë dhe humoristëve më të shuar të Shqipërisë, si Vasillaç Vangjeli, Kaçja, shumë e shumë të tjerë që me kocët e volën shpesh herë, por unë për herë të parë me publikun shumë në 86-ën, që doli shfaqje shumë e bukur, ishte në pallatin e sportit. Aty ku bëheshin aktivitete dhe në televizion, javë për javë, kishte aktivitete në televizion, edhe e drejtonte spektaklin i ndjeri Mirus Kabasi, bashkë me kocët e volën, në sallën e madhe të sportit aty në Tiranë. Si e thoshim atëre, salla e sportit, tash unë se mbaj mend, po ishin mbi 3000 veta aty. Aty bëra deputimin e parë, si me thënë. Bile, unë kam kënaqësinë që kur dola për herë të parë në televizion, bëra këtë numër, nëse më lejoni. Po. Patjetër. Faleminderit. Atëherë. Pra, unë këtu kam një top ping-pongu, okay? Po. Thank you. Faleminderit. Kjo ishte një nga numrat që unë e interpretova në pallatin e sportit në Tiranë në 86-ën. Nuk di çfarë të them, jam pa fjalë. Realisht jam pa fjalë. Unë ka patur një jetë artistike. Kështu si puna ime sot. Shiko, kënaqësia ime është kur unë marr duartërvitet e publikut, unë kam mbaruar në Akademinë e Prestigiaturës. Një moment të lutem, fal që po të ndërpres, por do t'jap një duartërkitje edhe unë nuk jam publiku, por që do ta jap. Ishte fantastike realisht. Respekte. Unë kam patur një jetë dhe kam akoma një jetë artistike, kam mbaruar Akademinë e Prestigiaturës në Athinë, kemi shkollë, Akademia e Prestigiaturës, okay? Kështu që gjithmonë me vite të tëra, edhe shkolla e Prestigiaturës në Athinë, deri sot thotë që ai albanosi është i mirë, ai shqiptari është i mirë. Për artin tim flas. Disa nga numrat e mia në Facebookun tim profesional janë shumë profesionale që nuk e bëjnë dot as prestigiator me prestigiator flas në rangun evropian. Unë kam mësuar që me hecurin time kam pat një eksperiencë. Shiko, mua më kam mësuar edhe i ndjeri Bashkim Rata, i cili ishte prestigiatori i cirkut të Tiranës, përpara 91-shit. Unë isha konviktor në liceu artistik në 84, 85, 86, edhe merja mësime nga prestigiatori i cirkut të Tiranës, Bashkim Rada. Ishte fantastik, shumë prestigiatori mirë, bile drejtoresa e konviktit të liceut artistik më kishte dhënë një dhomë apostafat vetëm për numra specie, mbaj mend tani. Unë kam sjell Bashkim Radën aty të konviktit liceut artistik për të parë numrat e mia. E kam sjell aty. Bile i bëra dhe një numër bashkimit, edhe më tha mua, wow, shumë numër i bukur mondi kjo me lule. Unë do e bëj kuti të madhe që të nxjerr një femër, një grua, më tha mua. Vetë mendimi që ai mori nga mua, për mua është kënaqësi e madhe. Kështu që fantastike. Atëherë unë dua të di Edmond se kush është dallimi midis iluzionit dhe magjisë, një magjistari? Shumë pyetje me vend. Atëherë më dëgjoni lutem. Se shpesh këtë ngatrojnë magjia, magjistari, shiko. Akoma dhe David Copperfieldi që është magjistari më i madh i botës, shumë i famshëm, me qendrën në Las Vegas. Natë për natë ai e mbush me 3000 veta, edhe nuk ka bilet kështu që të vjesë sporten, por bëhen sigurisht nëpërmjet internetit, okay?
Edhe ai është aktor që los rolin e magjistarit. Okej? Tani, iluzion themi numrat e mëdhenj neve. Zhduke në një vajzë në ajër, ngritje në një vajzë në ajër, prerje në mes, pra numrat e mëdhenj në skenë quhen iluzionet mëdhaja. Kurse prestigiator do thotë numra specie. Pra ka një ndryshim. Magjia me artin e prestigiaturës për mua nuk ka të bëj fare. Tjetër është gjë magjia e zezë, ku diun errësira, dhe tjetër arti i bukur i prestigiatorit. Kjo mësohet. Ne kemi të trashëguar edhe nga gjyshi. Gjyshi ynë bënte numra specie. Ju mund ta njihni edhe Nadir Murrën në rrjetet sociale. Atë kam Dian Xhaxhaj. Edhe ai ka qenë prestigiator që u hodh para 27-28 vitesh, u hodh nga 50 kaçi, që u bë e famshme ajo hedhja e tij. E keni si tip trashëgimia. Po, e kemi në gjak. E kemi të trashëguar. Por që sot Shqipëria nuk ka prestigiator iluzionist që tjetë në nivelin skenik klas. Unë jam, edhe fatkeqësisht unë nuk jetoj në Shqipëri, jetoj jashtë. Vajti 35 vite që jetoj jashtë Shqipërisë, jashtë atë dheut. Unë kam shprehur edhe në 2-3 televizionet të tjera, kur isha edhe në Angli vjet, aty nga Tirana, flas që unë jam një nga ata shqiptarë që dëshiroj të kthehem në vendin tim. Por nuk e di çfarë më bën, sepse kemi shumë gjëra që duhen rregulluar në Shqipëri, shumë gjëra. Nuk është akoma për mua. Shiko, unë do të dëshiroja shumë akoma dhe nga kanali juaj që nëse do vija në Shqipëri, do të dëshiroja shumë që ndofta nëpërmjet kanalit tuaj ose do veja vetë në Tiranë te Ministria e Kulturës, nëse do ishte mundur të bëja një takim, nëse jo me Ministrin e Kulturës, me zëvendësministrin, me një zyrë tjetër që merret me aktivitetet nga Ministri i Kulturës, që mua të më emërtoj drejtor në një teatr në Shqipëri. Nën drejtori i një teatri. Udhëheqës artistik i një teatri. Faleminderit shumë. Pra, unë dua shumë që të kthehem në Shqipëri, por jo thjesht në shtëpinë e nënës. Unë dua një punë të tillë që, siç e thash, thjesht prestigiatori i një trupe teatri në çfarëdo lloj qyteti të Shqipërisë që të kontribuojë. Është pa lejueshme një të tërë të kemë shumë e drejtë kjo, dua të kontribuoj në vendin tim. Nuk e di. Nuk e di pse Tirana nuk ka akoma, siç kishin para 30 vitesh, e strada Tiranës, ishte mrekulli. Aty shikonim Luan Zhekun, Kocën e Volën, Kosta Kamberin, Vasillaç Vangelin, e shumë artistë dhe këngëtarë dhe humoristë të tjerë, ishte për mua ishin vitet më të bukura të asaj kohe. Dhe shpresojmë që Shqipëria vazhdoj të bëjë dhe tani ashtu, siç ka qenë para shumë kohëve, por unë jam shumë kurioze të di se sa njerëz kanë menduar për ty që ti ke fuqi të mbinatyrshme. Më fali minut. Unë kam aftësitë mia profesionale më kanë sjell në një nivel të tillë që për të mos thënë jo shumë pak njerëz, po janë të numëruar në gisht. Më fali minut. Unë kam shumë kënaqësi që të bëj një numër special këtu që nuk është thjesht po marr një lugë apo jo? E shikoni? Atëre, kjo është hekur, është i fortë, nuk është falso, dhe bëhet me çfarë do lloj lugë. Më shikoni ju lutem. Unë nëse lugën e përthyej para e kap këtu e fërkoj një çik me dy gishtat. Shikoni. Duket besoj. Okej, këtu. Është shumë e fortë. Thjesht duke e kapur këtu në dorë edhe me gishtin, unë do e fërkoj pak këtu. Shikoni lutem. Dhe sigurisht bishti do ngrihet avash. Unë nuk jap forcë. Siç e shikoni, ka një përthyrje apo jo? Atëre. Edhe një tjetër. Prap me gisht, thjesht do e prek në çik këtu. Dhe siç mund ta shikojmë, këtu. Përthyu. Do të edhe pak dorën të luta? Atëre. Përthyu. Unë thjesht e fërkoj nga sipër, okay? Dhe luga është e përthyer akoma dhe më shumë. Po nëse vete këtu. Këtu, e shikoni lutem. Po. Përthyer. Shikoni. Sigurisht është e përthyer apo jo? Në artin e prestigiaturës nuk është vetëm shpejtësia dhe shkatësia dorës.
është zhgënjimi optik, është iluzioni, është besimi i jashtëzakonshëm për performancën që do bëj dikush, kushdo qoftë ai prestigiator. Okej? A këto 4-5 sekonda që ju pat duhen orë të tëra për të servitur. Okej? Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje tjetër me kënaqësi. Po, patjetër. Unë jam kurioze të di se çfarë tregojnë njerëzit që të telefonojnë, çfarë të thonë? Çfarë të tregojnë? Ndonjë histori? Okej. Për artin e prestigiaturës? Historitë e tyre, kam parë dhe në një emision tjetër që të kishin thënë dhe disa historia normale, mendoj? Histori paranormale. Okej, deri tani folëm për artin e prestigiaturës. Nëse ne kalojmë në një temë tjetër, atëherë është një botë e pafundme, okay, për këto efektet. Unë për ditë flas me të rinj, të reja, burra, gratë, mësuar, të divorcuar për problemet e tyre. Dikush ka magjin, dikush ka syrin e keq, dikush ka energji negative, dikush tjetër më do në shtëpinë e tij sepse shtëpia ka efekte të padukshme që i bën pjesëtarët e familjes me dhimbje koke të pashpjegueshme. Kam shumë burra gra, kryesisht edhe gra që marrin telefon kërkojnë ndihmën time, ndihma ime falas. Okej? Edhe më thonë mondi, unë neve ndihem mirë, nuk ndihemi mirë në shtëpi. Jashtë ndihemi shumë më mirë, sa futemi në shtëpi, ndiem atë energjinë rënd vend dhe më tjetër, s'moshemi dot me frym. Efektet janë shumë azonjos. Janë të shumta. Shumë nga këto gra kanë vajtë edhe për vizitë në spital dhe doktorët thonë që s'ke gjë. Kam gra që thonë mondi, unë kam vajtë për vizitë, po doktorët thonë, po unë ndjej që jam mirë. I them zonjë, këto efekte që më thua nuk të bën mirë sot as doktori, as spitali, as psikologu, edhe as ilazhet e farmacisë. Kanë të tjera të ndihen shumë më mirë dhe më rëndësishme janë të dalës në këtë situatë, cilat janë ato? Dhe filloj ja shpjegoj. Efektet që fatkeqësisht njerëzit nuk ndihen mirë i kanë brenda familje. Okej, ua them unë. Kemi kohën që dua shpjegoj? Po, patjetër, po. Okej. Atëre, po them disa raste çfarë duhet kemi ne parasysh brenda familje që të jemi të mbrojtur nga këto efekte të padukshme. Më dëgjoni lutem. Kushdo qoftë ai ose ajo, në kohën që vjen në familje, në një familje flas, okay? Në çfarë lloj familje? Qoftë edhe grua nga farefisi, kur vin, qoftë edhe për kafe, e zonja në shtëpi duhet çojë cop, mbulesë, mbi krevat, mbi koltuk edhe mbi divan. Pse? Se njerëzit kur ikin lën efektet padukshme si energji negative dhe syri keq. Kur ikën vizitorët, e zonja në shtëpi merr këto dhe lan lavatrishe, dhe kjo duhet bërë shpeshherë. Okej? Asnjëherë neve nuk duhet fusim persona, qoftë edhe nga farefisi, grua nga farefisi në dhomën e gjumit. Jo. Dhoma e gjumit është vendi më i shenjtë për çdo çift në familje. Nëse dikush fut qoftë edhe një hap në dhomën e gjumit, atëherë duhet dini që aty atmosfera ndryshon. Si rezultat, njerëzit zgjohen shpesh natën, shikojnë ëndra të frikshëm me gjapuri, futuri me vrasjet, nesër mëngjes nuk kanë energjinë e dur, kanë marrë mos, dhimbje koke. E zëm, në një familje, burri i kërkon një person i kërkon lek, hua 10.000 lek, 20.000 lek, në një familje, flas për burrin e kësaj gruas, okay? Edhe ky ja jep se ka zemrën e gjerë, sepse ai tjetri thot për 2 muaj do t'i kthej. Kalojnë 3 muaj, 5 muaj, 7 muaj, edhe ai nuk është në rregull. Tjetri, edhe ky zotëria i thot, valla, po dalë tash, më the për 2 muaj ka kaluar 7 muaj burri dhe kurse ai thot, pa mama se na vdiqja burr, po ky po do i marrësh burr. Pra, se ne shqiptarët kështu kemi, pa mama se do i marrësh. Edhe nga mënyra se si na përgjigje tjetri, të bën të ndihesh edhe fajtor. Dhe kur i bën lekët gati ai, ju nuk dini gjë fare, ai izoloni, bllokon, bën magji me efekte të padukshme, si rezultat. Neve kur vemi marrim lekët në kafe, të gjithë pa përjashtim, ne shqiptarët ja bëjmë kështu. Bështym gishta e dorës djathtë edhe numërojmë lekët me durat zhveshura. Jo, lekët mund t'i numërojmë me doraska ose t'i hedhin në bankë. Është një mënyrë për të numëruar lekët me doraska, por përpara se të vemi në kafe aty për teja, në shtëpinë tonë hedhim një nukrip në 2 duart, i fërkojmë mirë, i shplajmë me utër rjesëm edhe nuk i thajmë as me katë becet, as me peshqirë. Dhe vemi atje për teja për të marrë pra lekët. Nëse vin një shoqja juaj e zëm në shtëpi edhe flet keq për një grua tjetër, edhe çfarë bën ajo shoqe? E kemi parë edhe ne 100 herë, ja bën flet kjo që vin për të pirë kafe flas, ja bën kush moj ajo, o zoti ma, edhe bështyn në vendin aty ku pin kafen. Jo, ne nuk do t'i lërojmë, sepse veremi dhe marazi dhe veremi dhe problemet e të tjerëve, kjo i sjell pranë në shtëpinë tuaj. Mbas orës 11 natës, asnjëherë nuk duhet të lëm pjatat palara. Pse zonjush? Sepse ashtu sikur se ka insekte si muskonja dhe miza që ushqehen nga meturinat në pjatë, ashtu ka dhe qenie të padukshme që jo vetëm ushqehen nga to, por marrin energji nga energjia juaj. Të nesër mëngjes vajte ora 7, 7 ca, thua ti, po vajte ora 8 do ikim punë, edhe çfarë bën?
heq më rrobat e gjumit, vesh më rrobat e punës, edhe e lëm krevatin mishmash edhe ikim. Jo, krevati duhet të jetë rregulluar, se nëse është i pa rregulluar, ka qenë e padukshme që bëjmë parti gjatë gjithë ditës, si rezultat njerëzit darkët nuk e bëjnë gjumë të rrasëm. Kam shumë telefonat atilla. Hecën në rrugë na ran 100 lek, 200 lek, mos u bukur për ta marrë, se të ecën test nga ana ekonomike. Ka të tjerë njerëz fukaren që i gjuajnë me qirin këto. Nga 500 e lartë, 500, 1000 po, i marrin. Efektet janë të shumta. Asnjëherë neve nuk duhet të vesim fëmijëve rroba firmato që janë të përdorura, second hand, në pazar. Jo, asnjëherë nuk do të marrim atlete, xhinse, bluze, firmato, po të përdorura. Jo, pse? Sepse ju nuk e dini kush i ka veshur. Ato mund të ketë veshur një fëmijë që ka qenë i paralizuar, një fëmijë që ka një sëmundje të pashurueshme. Pra ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm për gjithësi flas. Efektet janë të shumta që njerëzit ndihen shumë më mirë jashtë shtëpisë dhe kur vinë në shtëpi, atmosfera ndryshon. Okej? Asnjëherë neve nuk duhet të mbajmë foto personave familjarë që fatkeqësisht kanë ikur nga kjo jetë dhe i kemi të ekspozuara në faqet e mureve. Jo. Ne i mbajmë ato, por i mbajmë në albume. Edhe çdo familje duhet të ketë 2 albume. Në një album personat që janë jetë dhe në albumin tjetër personat që fatkeqësisht kanë ikur nga kjo jeta. Dhe nuk duhet i shikojmë gjithmonë, por her pas here, 1 herë, 2 herë, 3 herë në muaj. Pse se këto të vrasin në shpirtin në zemër, të lëndojnë. Unë kuptoj mirë dhe unë shqiptar jam, dim shumë mirë zakonet dhe traditat tona, por këto të lëndojnë. Unë kam parë grua që është kthyer nga puna në orën 4, sa ka hapur derën, djali i saj ishte 1 me 1 në kornizë, pa arsye fare, thoshte, por ba mua s'më gjeti, zeza duke gërtitur. Pra këto të bëjnë që të përjetosh emocione që nuk është mirë, sepse nuk është vetëm një rast. Duke i pa neve shpesh herë këto fotografi në përmure, fatkeqësisht nuk ndihemi mirë. Zonjush, dua të dini që ka vdekur mbas 2 muajsh, ka vdekur gruaja. Pse? Sepse burri i saj u aksidentua në rrugë, vdiq dhe kjo duke qenë me orë të tëra, për ditë për javë, 4-8 javë rresht, mbas 2 muajsh trupi nuk doroj dot dhe zemra e pushoi. Për ato gra që e qajnë shumë dhe nuk u pushon zemra, fatkeqësisht përjetojnë sëmundje të pashpjegueshme, cilat janë ato, dhimbje koke pashpjegueshme. Kam shumë telefonata nga burra gra. Pardje mori një vajzë shqiptare 37 vjeçe, më mori telefon nga Spitali Patrës, këtu në Angli, në Greqi, në Patër. Më tha mua Edmond, unë e përjetova shumë, më laj dashuri, nuk e duraja dot, e qaja me orë të tëra, e qaja, dhe nuk diesha mirë. Më çuna edhe në spital, doktorët më vizituan, më tha mua çfarë të ka ndodhur, se nuk e lëng në sy, nuk e lot që të qash. I tha kjo kështu, i tha të vërtetën. Pra, e laj dashuri. Doktorët i thanë të shqar një damar në tru. Pra, ne dashi pa dashi lëndojmë vetën tonë. Okej? Mund të them historira nga më interesante, ndoshta unë jam i vetmi shqiptar që dëgjoj shumë historira nga njerëzit që kërkojnë ndihmën time. Që nuk ke ditur as si ti përgjigjesh, që të kalon pa fjalë dhe ty mund ta ndash me ne? Nga këto histori paranormale? Pa. Me kënaqësi. Atëherë unë para 2 muajsh isha bashkë me gruan time në një shtëpi në Shqiptar, pra një çift me 4 veta në familje. Aty kishte vdekur, këta kishin 2 muaj që kishin ardhur në atë shtëpi në Selanik, Shqiptar. Dhe përjetonin shumë ngjarje të pabesueshme. Më vonë kishin 2 muaj që kishin ardhur, por mbas 2 muajsh e morën vesh që në atë shtëpi kishte vdekur një burr plak grek i moshuar dhe kishte 40 ditë që ishte i vdekur në shtëpinë e tij. Mbas 40 ditësh, komshinë e kuptuan se mori erë trupi dhe sollën policinë. Policia e mori, i zoti shtëpisë, pastroi, rregulloi e dha me qira. Erdhi kjo familja shqiptare dhe përjetuan ngjarje shumë interesante që unë do i ndaj me juve. Kur vajta në shtëpinë e këtyre, zonjusha më tha mua, Edmond, unë sa herë që vi në bazikë dhe mbas orës 4, sa hap derën dhe mbyll derën e jashtme dhe futem brenda, dera mbyllet vetë me çelës. 3 herë. Kraç. Në darkët kur zgjohem, edhe vetëm në banjo, kret çik flokët pasqyrë dhe vetëm në banjo. Kur kthehem, kam parë, tha me sytë e mi, të 2 duart njollan pasqyrë, ban, edhe të rëqitura poshtë. Rasti tjetër ka qenë që ne dëgjojmë shpesh herë para se të fillojmë në gjumë, dëgjojmë zëra në shtëpi, dëgjojmë hapa.
dëgjojmë të kërcitur e pjatave në kuzhinë. Ndërkohë që brenda në shtëpi frynte erë, thoshe frynte erë, ndërkohë që dritarët dhe dyert ishin të mbyllura. Pra, për shumë njerëz ndoshta nuk e besojnë, po familja që më ftoi i përjetonin këto gjithmonë. Në një mbrëmje darkë me fëmijët, kjo bëri një foto. Bashkë me burrin dhe me 2 fëmijët. Ndërkohë që bëri foton, i dori ai plaku nga brapa. Më vite për të ulëritur, më tha mua Mondi. Nuk kërthita si ishte dhe fëmijë, tha. Ndërkohë unë i bëra një pastrim spiritual shtëpisë, pastrim për jo pastrim e fshes, por pastrim për efektet pa dukshme nga syri i njeriu. Pra, mora një e kam thënë diku këtë, mora një rozmarin të freskët dhe dafin të freskët, kaq, i zhysin pra në një kovë me ujë, duke hedhur dhe 2 lugë kri brenda, i lëm 10 minuta që të rregjën edhe gjethet, i heqim ato, i shkunim mirë dhe hapim dyert e dritarë dhe pra i bëjmë një pastrim spiritual shtëpisë për të ajo familja. Unë kam mesazhin e saj 3 minuta këtu në celular, ajo mori mbas disa ditësh në telefonet mot, o zoti i madh, ne nuk përjetojmë, edhe kam këtu me zërin e saj. Edhe bile i luta, i thash, a mund ta më jep lejen që ta them në televizion, ta thoshe në televizion të dalë dhe zëri im, tha, që në momentin që erdhe ti, ne nuk përjetojmë asnjë nga këto efektet. Po sigurisht se ka dhe sekrete. E nxora familjen jashtë, mbylla derën, i nxora të gjithë jashtë shtëpisë, qëndruam të gjithë jashtë shtëpisë, mbylla derën fort dhe unë trokita 3 herë. Po jo që ta dëgjoj veç njeriu kështu, më falni minutë. Jo. Të mos ta dëgjoja as unë, me derën e mbyllur nga jashtë, trokita 3 herë. 3 herë. Kjo është në shenjë respekti për qenë të padukshme që janë brenda familje, që u themi hitni se erdhëm. Kur hapën dyert, vajta direkt në banjo. Mbylla ka parku në banjë, shtypa butonin që efektet padukshme t'ikin bashkë me unë e rresëm. Unë jam këtu për njerëzit që besojnë, kush nuk beson, respektoj mendimin e tjetrit, po s'merrni fare me ta, zonjus. Bën ndonjë lutje në momentin që i bën këto pastrimet e energjisë? Urdhëron? Bën ndonjë lutje në momentin që ti bën këto pastrimet e energjisë? Mund të them të, para 2 javësh isha në Patos. Unë vi një herë në muaj në Shqipëri, okay, për njerëzit që kanë ndihmën time, që kërkojnë ndihmën time. Mora dhe gruan time, edhe vajtëm në një familje në Patos, ndërkohë që unë përpunoja me rozmarin dhe me dafin, se shtëpia ka nevojë, çdo familje shqiptare ka nevojë për një pastrim spiritual. Të ikë ajo energjia e ndetur brenda familje. Hapen dyert dritar, ndërkohë kur dielli është i pastër, okay? Një vajzë më mori në telefon, më tha mua sa që vetë mamaja, i them mamas, 24 vjeçë kjo, i them mamas, o ma, s'më rrihet mua këtu brenda, ndjej atë energjinë e keqe, s'më rrihet. Pra, dua them këtë që ndërkohë që unë e pastrova në Patos shtëpinë e këtij çifti, macja doli jashtë për një herë jashtë shtëpisë dhe fillon të bënte lëvizje të çuditshme. Pra, edhe ato që janë të padukshme, kur bëra një pastrim të tillë, edhe macja nuk u ndihej mirë. Bënte veprime, tha zonja e shtëpisë, që s'ka bërë asnjëherë, tha. Gruaja ime më tha mua kur punove kështu ta Mondi deva dhe unë një energji. Po sigurisht. Edhe jo vetëm një herë, shpeshherë ndjen gruaja ime, unë kudo që vetëm marrë gruan time. Okej? Se kjo më bën, kjo ka takimet, kalojmë në librin e menaxhimit, pra ka takimet në libër flas, kështu që nuk vetëm Shqipëri, në gjithë Evropën. Ka vajtur shpesh në Itali, në Angli, prap, me qetova dhe në Angli, okay? Në fakt, unë dua të di se çfarë lutje specifik, domethënë specifikisht praktikon. Lutesh, bëndon lutje, apo vetëm pjesa? Unë këtë energji e kam të brendshme, okay? E di shumë mirë se çfarë e kuptoj shumë mirë, nëse dikush ka energji negative, syrin e keq apo magji. Okay? Dua 10 sekonda nga dikush që ndjen pra atë që nuk jes, kam shumë telefonata nga njerëz që më thonë Mondi, jam i bllokuar, izoluar. Nuk ndihem mirë, ndjej që edhe kur flën darket, pjesë e trupit më lëvizin pa dëshirën time. Vata një familje shqiptare këtu në Athinë, s'ka 10 ditë, më hoqi Minjani zoti i shtëpisë. Mondi tha unë kur flë me gruan time, tha, dëgjoj zëra në krevat që më thon, hapuni se erdhëm. Ose pa mundur më tha mua, që mos ta dëgjoj. Efektet janë të shumta. Një vajzë mua më thoni. Shumë thonë që unë, le të themi, unë kam pasur një astrologe në studio dhe ajo më thotë që e dalloj nëse dikush ka energji negative që në pamje të parë.
Ju jeni një nga ato që i dalloni persona që kanë energji negative qoftë nga e para, pa të sqaruar se çfarë konkretisht kanë? Shumë pyetje me dhënë. Okej, unë respektoj mendimin e çdo të ftuarit. Okej, çdo njeri ka punën e tij dhe mban përgjegjësi për veprimet që bën. Unë asnjëherë nuk i them tjetrin me llafe në ajër. Unë ja faktoj me hyrje me fakte dhe me veglat e mia. Live. Okej? Ka magji apo jo? Ka energji negative apo jo? Ka syrin e keq apo jo? Me llafe kështu në ajër jo. Unë asnjëherë nuk i premtoj. Kam shumë telefonata që më thon tjetri, "Mondi të jap kaq lekë të lutem nga Italia." Më sill gruan se po kalojnë depresion, po e vuaj. Më fal thash unë. Më falu themjes, unë jam këtu për sjell gruan në shtëpi, se këtë sa bën as David Kopefildi. Dhe duhet të dini them unë që gratë kanë 2 kode në tru, të padukshme. E para punës që thash ti zotërisë, nëse jo shoqë të kanë dalë me logjik, ke shans që ajo një ditë kthehet aty. Por po të hoqi nga zemra, s'ka perëndi. As David Kopefildi. Prandaj them që unë jam këtu për sjell gruan në shtëpi, thash. Unë jam këtu dhe të garantoj që atë depresion që ti e vuar në shtëpi në zemër, unë të garantoj që ta heq. Ta ul në maksimum. Sepse ti nuk ndihesh mirë vëlla. Ti hesën në rrugë edhe nuk ndihesh mirë, ke 24 orë mungesën e gruas tënde. Veten puna atje je përqendruar. Po, ose vërtet më thonë mua, po sigurisht. Pra, kujdes temu sepse ti nuk ndihesh mirë. Kur hesën në rrugë apo në supermarket, njerëzit mund të shikojnë mirë tyja, por jo. Ti ke diçka brenda atje që ajo të hatet të gërryen, i them, pak nga pak, për ditë, për javë, me muaj të tëra. Që do thotë ajo pak nga pak ka shumë mundësi që nëse dalë shumë më shumë. Se rezultatet të bën tyja të ndihesh akoma dhe më i bllokuar dhe izoluar në vetvete, edhe ekonomikisht. Ti momentalisht më është, besoj më shikon ti mua tani. Jo, nuk shikoj fare, më fali. Më shikoni? Tani po. Hello. Ma ishtë sa më shikon, Halo. ti. Kam sy të keq, magji, energji negative, dallon dot ti nëse un kam ndonjë sy të keq, energji negative? Jo, nuk funksionoj kështu. Me njerëzit unë mbyll takim. Janë 3 mënyra që unë ndihmoj njerëzit. Ose ata vinë te mua në zyrën time në Athinë, sepse edhe falas nuk e bëj për njerëzit. Kam, si themi shqip, kam ekonomist, pagoj taks shtetit, po ti isha në Shqipëri, do hapja licencën në Shqipëri, okej? Edhe kudo që vete, si në Shqipëri, si në Evropë, në Angli, Gjermani, Itali, kudo që vete, në fund të shërbimit, tjetri do marri faturën. Edhe nuk kam me blok dhe me syre labë, si që në Shqipëri. Ka 2 vjetë unë Greqi që e merë faturën në e-mail ose në WhatsApp. Okay? Pra, nuk e bëj thjesht kështu, si me thëmë, nga ana, si themi shqip, amatoreske. Okay? Unë nuk ishtë vetëm njerëz, por ishtë edhe shtëpia, që i bëjmë pjesarët e familjes me dhime koket pas shpjegueshme, ishtë edhe lokale, dyqane, parukeri, kafe. Okej, sa është pagesa jote për një yshtja? Më fali minut, varet. Okej? Nga telefoni ku qoftë ajo ose ajo, okej, është një çmim i konsiderueshëm. Nuk ka fiks. Pastaj unë nuk jam këtu për të siç e bëj shumë të tjerë se çfarë nuk kam dëgjuar, Çfarë nuk kam dëgjuar që u marrin lek shumë, u bën edhe blok, ma thon vetë, u bën edhe blok, edhe nuk edhe vin tek mua. Shikoj, më fali minut. Njerëzit që nuk ka shumë njerëz besojnë, ka të tjerë që nuk besojnë. Ata që nuk besojnë, kur bëj fëmijë, bëj familje, e shikojnë kontraditat me vjerrën, komshinë, pjesarët e farefisit, fillojnë dhe besojnë dhe dorëzohen. Më thonë za, dorëzohen edhe çfarë bëjnë? Njerë vend të malit të morrit, të baba mondi, pastaj vend të kishe laçit, pastaj vend të Hozan Lushnje, vend të mua, vend të ushtar të tjerë, vend të fallxorë të tjerë. Prandaj them që nuk është mirë që të vemi në shumë vende, okay? Suzanjush. Ti personalisht ku beson, në Krishtollaçit, në xhami? Ku është besimi yt? Më fali minut. Unë respektoj mendimin e çdo njeriu. Unë besoj në një fuqi të mbinatyrshme, jemi të lirë të besojmë ku të dëshirojmë neve, okay? Unë në trupin tim nuk kam as tatuazh, as tabel, as gjë. Bile të them drejtën, edhe unaz nuk kam, jo se nuk dua, jo. Ka shumë burra tjerë që unaza është simboli besimit. Ju jeni sigur që të gjithë ata që çojnë këtu janë të besës me gratë e tyre? 70% të njerëzve që çojnë unazën këtu bëjnë veprime tjera, një e kanë shtëpi, edhe 2-3 kanë jashtë. Thjesht është, si e themi, e kemi, shiko, para 30 vitesh, unë mbaj mend, në Llakatun të Vlorës, i humbi unaza një gruaje.
okay? Edhe aty o zoti madh u bë si e çmendur ku ti e mirë fjalës, unaza, pra atëre kishte shumë rëndësi familja. Kurse sot janë bërë të modës edhe ndarë flas, okay? Tani unë jam shumë kurioze të zgjidhet diçka tjetër. Në mos gaboj, në datë 29 sonte në darkë hona është e plot. Apo ja? Nuk e di sa beson ti tek hona e plot. Thonë që është mirë të manifestosh. Sa e vërtet është kjo? Çiko, për mua nuk është domosdoshmëri. Unë nuk jam me ata njerëz që janë turm. Shumë besoj në astrologji. Budallëqe. Astrologjia nuk është shkencë, astronomia zonjus është shkencë, okay? Ku dallon astrologjia me astronomin? Urdhëro? Cili është dallimi mes astrologjisë dhe astronomisë? Sepse persona qoftë gra, qoftë burra që ne shpesh edhe këtu në Greqi shikojmë në televizione, që flasin, u japin kohë televizive gati 20 minuta dhe mos më, okay? Çfarë do lloj gjë që të thonë, gjithmonë kanë fjalë në ajër, fjalë. Unë më fali minut, mbaj mend drejtorin e institucionit që vë shkolla 8 vjeçare këtu në Athinë, është një institucion që shikon edhe yjet edhe planetet, okay? Drejtori i televizionit e tha live në Star Channel, kur mori i drejtua një pyetje edhe tha, çfarë mendimi keni ju për këto gratë që flasin me orë të tëra zodhja, ku si themi, çapi këto, burdhesa, budallëqe. Astrologjia nuk është shkencë, astronomia është shkencë zonjus. E kuptoj. Edmond, unë të falenderoj shumë për pjesë e jona. Faleminderit për historinë. Ishte kënaqësi. Ndave me ne dhe do jesh gjithmonë i mirëpritur dhe pse jo të mirëpres në studio. Për të folur më gjerë më gjatë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.